Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të thellë të gjithë ju që çdo të hënë mblidhi këtu si zëri i vërtet i shqiptarëve. Mblidhi këtu si dëshmia e papajtueshmërisë me regjimin e këtij armiku të egër, të shqiptarëve, të qytetarëve, të mbar vendit. Të dashur miq, pasi refuzoi dhe përdori si mburoj 83 mandate të krimit, Edi Rama në mbrojtje të dosjes tij dhe të Lubi Ballukut është bërë për çdo shqiptar me armik, me rrezikshëm se kur ndonjëherë më parë. Me këtë vendim, ai u faktoi shqiptarëve se nuk do të lërë vendim pa marrë, veprim pa krye për të shpëtuar lëkurën e tij. Sepse e vërteta është, prapa fustanit të Lubis qëndron lëkura e Edi Ramës, të lidhur përjetësisht në krim dhe vjedhje si ata, nuk mund të gjesh të tjerë. Edi Rama e ndjen këtë. Ka një panik të madh, ka një tmerr nga qytetarët. 2 ditë më parë në Dibër u bëri thirrje socialistëve të Dibrës të na mbroni. Na mbroni nga këta dhe ata me gjuhën e tij për ordineri. Pra, e ndjen veten të përfunduar. E ndjen përfunduar sepse ka shumë qartë se nuk ka qytetar dibran, nuk ka qytetar shqiptar që mund të mashtrohet dhe që mund të pranoj moralin e hajdutit të Edi Ramës. Nuk ka dibran, nuk ka shqiptar që nuk konstaton se jeta e tij bëhet gjithnjë më vështirë, se xhepat e tij zbrazen gjithnjë më shumë, se çmimet e dyqaneve rriten vazhdimisht, se ardhmja për fëmijët e tij në Shqipëri bëhet e pamundur. Ndaj dhe kërkon mbrojtje. Ne ftojmë shqiptarët, ne ftojmë çdo qytetar shqiptar të bashkohemi në këtë betejë vendimtare. Kjo betejë është vendimtare. Ne s'do pranojmë kurrë që ky person që mund t'i vesh 100 epitete të mbaj peng shqiptar dhe Shqipërinë. Ne kemi një program. Së pari të kthejmë dignitetin shqiptarëve, të votojnë si qytetarë të lirë. Askush më mirë se ne, që kemi vuajtur diktaturën më tegër nuk e din, se gjithçka fillon me votën e lirë. Dhe ne, të gjithë sa jemi këtu, mira, 10 mijëra tjerë që bashkohemi si luftar të votës lirë, si misionar të votës lirë. Edi Rama kërkoi mbrojtje në Dibër, në një kohë kur
Dibra është boshatisur si kur në historinë e saj. Dibra, jo vetëm Dibra, po e tërë Shqipëria rurale është bërë pothuajse e pa qenë. Është vendosur midis në hapësirën e ekzistencës apo mos ekzistencës saj. Sot, mira qytetarë, nga Dibra, nga Korça, nga Tropoja, Kuksi, nga Shkodra, vrapojnë të blejnë naftën në vendet përreth. Vrapojnë të bëjnë pazaret në vendet përreth. Sepse Shqipëria është vendi me rrogat më të ulta dhe çmimet më të larta. Është vendi i shtruar në koston më të lartë të jetesës dhe të papërballueshme. Atëherë si mund ta mbrojnë? Kush mund ta mbrojë Edi Ramën sot? Më thoni ju mua. Askush. Por Edi Ramën nuk e mbrojnë dot as socialist. Dhe e mbron vetëm mafia që ndan me te krimin. Dhe mos harroni se ajo parti është themeluar mbi krimin, ka vazhduar mbi krimin dhe sot është e pushtuar nga krimi. Socialisti ndershëm që e mbron atë nuk ka. Qytetari ndershëm që e mbron atë nuk ka. Shqiptar që i thot vetës shqiptar dhe mbron atë nuk ka. Nuk ka patur shqiptar, anti-shqiptar me të hapur pas Enver Hoxhës, se sa që është Edi Rama. Imagjinoni pak. Cila ishte pozita e Beogradit në vitin 2013? Dhe si ndikoi ky ndihmoi që delet zezë të bëj Prishtinën dhe të nxjerrë Beogradin si konstruktiv shërptori i Vučićit. Nuk harrojnë shqiptarët këtë. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Shpalljen e veriut të Kosovës toke askujt. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Projektin për shtrirjen e shtetit serb në Kosovë. Të asociacionit që thot ky. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Kërcënimin që i bëri me Vučićin dhe Putinin Kosovës se do përfundoj në kohën e bronzit. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Zhdukjen e Kosovës nga harta e Ballkanit hapur dhe paraqitjen e saj si territori i Serbisë. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Sankcionet që vendosin ndaj qeverisë Kosovës dhe Kosovës ky bastard. Vetëm për të zbatuar urdhrat e Beogradit. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Ballkanin e hapur me cilin shkatroi bujqësinë shqiptare dhe tregun shqiptar. Nuk harrojnë shqiptarët. Kanë memorje. Dhe thirrjet e tij nga samitin samit në mbrojtje të padronit të Vučić që të mos zbatoj sanksionet e Rusisë. Se këto s'mund ta bëj. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Ky serb kalues serbe që me të drejtë është quajtur kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Vallën e Ballkanit hapur, duke përjashtuar Kosovën. Nuk harrojnë shqiptarët kur. Dhe thirrjen që drejtonte ky paranojak i shpifur, i turpshëm, i cili vetëm para 2 muajsh deklaronte në samitën ndërkombëtare se Europa është paqja. Se Europa është morali i paqes, se Europa është kultura e paqes,
dhe se Europa nuk ka nevojë të marrë këshilla nga përteja Atlantikut. Ky po. Kurse dje dilte si zëdhën si Putinit. Europa nuk i thret Putinit, duhet i dialogoj Putinit. Asnjë kombi qytetëror nuk mban në krye një tradhtar si ky. Asnjë kombi qytetëror nuk pranon të qeveriset nga një element, nga një apatrid si ky. Miq, Edi Rama është i plagosur për vdekje. Nuk ka shpresë. Ai mendoi se e mbylli çështjen e Ballukut dhe të lindës tij, gjysmës më të mirë siç e quan ai, lindën e Surrelit me Akshin. Asgjë s'ke mbyllur Edi Rama, ja ku po ta them. Gropat hapura do mbeten për ty, për lindat dhe të gjithë ata që kanë vjedhur shqiptarët. Opozita është në këmbë, opozita është e pamposhtur, opozita në protestë e saj të 8 majit do të japë mësimin që meriton. Opozita sot është më pamposhtur se kur. Rrofshi ju, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.